Horoskopi ditor e premte 21 mars 2025. Dashi, do keni më shumë nevojë për qëndrueshmëri në jetën tuaj në çift sot. Mirë do jetë të flisni hapur me partnerin, të dy së bashku të merrni vendimet e duhura. Beqarët do të rriqen mjaft nga persona më të mëdhenj se ata, por që mund t'ju përshtaten në karakter. Në planin financiar nuk duhet të kërkoni askund ndihmë, por të bëni çfarë të mundni vetë. Demi, do largoni paksa nga partneri juaj sot dhe nuk do përjetoni ato emocione që keni dëshiruar. Dita nuk do jetë as pak e mirë dhe do mërziteni. Beqarëve do u plotësojnë dëshirat dhe do e gjejnë princin e tyre të kaltër. Në planin financiar duhet të tregoni më të kujdesshëm dhe të mendoni për të nesërmen. Nuk është dita të kryeni shpenzime të konsiderueshme. Binjakët, ndikimi i yjeve do jetë shumë i madh sot në jetën tuaj në çift. Do kuptoni më së miri me njëri tjetrin dhe askush nuk do aprish harmoninë. Beqarët do takojnë persona interesantë nëpër festat ku do shkojnë. Jeta e tyre mund të ndryshojë rrënjësisht. Në planin financiar duhet të tregoni të matur edhe pse situata nuk do ketë probleme të mëdha. Nga Florja, ditë e mrekullueshme kjo sot nga për të dashuruarit. Do i harroni të gjitha mosmarrveshjet që keni pasur dikur dhe do mendoni vetëm për të ardhmen. Beqarët nuk do kërkojnë me ngurë në dashurinë, sepse dhe ashtu si janë ndihen mirë. Në planin financiar, shpenzoni sa u amban xhepi, mos shikoni sa do shpenzojnë miqtë të tuaj. Gjithë secili mendon për vete. Luani, asnjë planet nuk do prek drejt për drejt sektorin e dashurisë së çiftëve sot. Megjithatë, marrëdhënia në çift do ketë probleme. Kujdes me kokforcinë. Beqarët duhet të tregojnë dhe më të hapur nëse duan të gjejnë një person për të krijuar një lidhje. Në planin financiar mos ndërmerrni shumë rreziqe, dhe pse situata do jetë e qëndrueshme. Më mirë hiqni disa para më një anë. Virgjëresha, ambienti i zymë sot në jetën tuaj në çift. Mezi do prisni që dita të mbarojë duke shpresuar se të nesërmen gjithçka do ndryshojë. Për të shmangur debatet, qëndroni më larg partnerit. Beqarët do bëjnë mirë të mos u besojnë të gjithë atyre që do i joshin. Perspektivat financiare janë të mira, kështu që mund të kryeni edhe ndonjë investim më tepër se zakonisht. Peshorja, ka shumë mundësi që jeta juaj në çift të marrë një tjetër drejtim sot. Do i shprehni më tepër ato që ndjeni dhe do bashkëpunoni për gjithçka me atë që keni në krah. Beqarët do kenë gjëra të tjera për të menduar dhe nuk do mbajnë mendjen të krijimi një lidhjeje. Të ardhurat do përmirësohen dal nga dal. Gjithsesi, mos e teproni me shpenzimet. Akrepi, falë mbështetjes që do japin yjet, marrëdhënia në çift do shkojë më së miri sot. Personi që keni në krah do ju bëjë të ndjeheni si më mirë. Edhe beqarët do gjejnë personin e duhur me të cilin do ja vlejë të krijojnë një lidhje. Nuk do ndiheni as ju më vetëm. Financat edhe mund të jenë të trazuara për shkak se ju duhet të kryeni disa shpenzime të nevojshme. Shigjetari, dialogu në çift do ekzistojë gjatë gjithë kësaj dite dhe do keni të lehtë të merrni vesh me njëri tjetrin. Edhe momentet romantike do jenë të shumta. Beqarët me shumë gjas do i rikthehen një dashuri të vjetër, por që për ta ka pasur rëndësi të madhe. Në planin financiar duhet të shmangni në maksimum operacione të mëdha, nëse nuk doni probleme.
Britsjapi. Ambient shumë i ngrohtë në jetën tuaj në çift. Do ndjeni më afër se kur me partnerin dhe do flisni me të, edhe mbi tema të cilat më parë kishit turp. Beqarët më mirë të qëndrojnë vetëm edhe sot që të mos kenë zhgënjime dhe mos lëndohen. Financat do jenë në të njëjtën gjendje si disa kohë më parë. Të paktën gjendja as nuk do përkeqësohet. Ujori. Ditë e paqëndrueshme dhe e mbushur me debate të njëpasnjëshme për jetën tuaj në çift. Kujdes me gjithçka që do thoni, sepse mund të lëndoni thellë partnerin. Beqarët do kenë takime dhe propozime, por vetëm kaq sot. Ditë e turbullt për financat. Mirë do ishte të shmangni çdo lloj investimi apo transaksioni. Nga ana tjetër, kërkoni t'u kthejnë borxhet që keni dhënë. Peshqit. Marrëdhënia në çift do jetë mrekullueshme gjatë kësaj dite. Nuk do debatoni për asgjë me partnerin, përkundrazi, do zgjidhni gjithçka me maturi dhe qetësi. Beqarët mund të kenë njohje të reja, por nga ato mund të fillojnë vetëm histori dashurie të shkurtra. Të ardhurat fatmirësisht nuk do kenë probleme. Mund të kryeni edhe investime të domosdoshme.